Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq, anë mban botës e selam aleikum. Një person këtu pa emër, ky dëshiron të më sfidoj, kërkon një takim, thot selam aleikum, motër, dua me diskutu një natë të live me ty për fe. Të premtoj se do të sfidoj çdo sferë me lejen tënde që më lejon, unë jam qafir. Pa besimtar, veç shkruna këndej nalë të jep selam aleikum, si pas muslimanve, që shtojnë ata pa besimtarve, i thënë qafir. Por nëse ti më sfidon, më sjell argumente të forta, se ju jeni me Allahun, unë do të bëhem musliman i drejt, si që urdhëron Kurani. Kjo është pra, kërkon një person të më sfidoj, të edhe është musliman, mirë po nuk është besimtar dhe njerëzit i thënë qafir. Po kjo s'po na intereson. Okej. Veç pak. Dikush thot selam aleikum, a mundeni me fol private, kam një hall të madh, kam një djalë 22 vjeç, po vuan shumë nga depresioni. Depresioni është fjala depresion është mërzi, numër 1, na së mundemi as psikologët mi a dhon diagnozën a e ka nga depresioni, a ka diçka tjetër, se mundet me qenë shumë invert, i mbyllur edhe nuk tregon asgjë që i ka ndodhur, mundet me qenë i friksuar, por mundet me pas edhe depresion, po kësi raste nuk mundet prindri me intervenu për fëmin e vetë. Nëse ai smuri nuk dëshiron me pas takim me psikologun, unë kom pas raste kur i kanë pru prindrit me zor fëmijët e tyre dhe nuk ka pas sukses. Prandaj, motër e nderuar, ti vetëm lutju Zotit, çdo gjë kalon, vetëm se duhet ndisi me amush mendën që ai më ju drejtu një psikologu. Po për ndryshe depresioni është një mërzi, i kanë thënë përpara, edhe çdo kush mundet me ranë depresion, sepse ndonjëherë e ndiejmë veten që nuk kemi vibrim në trupin tonë, nuk kemi dëshirë as të punojmë, as të ngritemi nga dysheku, as ndoshta tanë ditën e kalojmë gjumë, sepse nuk ka motiv, por shpeshherë duhet edhe me dëgju veten, se ndoshta ke qenë një muj ditë shumë aktiv, edhe ka mund diçka me të ndodh, të karaj stimulimi për punë, për humor e tjera, ka ndodh diçka, edhe ti nuk ki vibrim, nuk ki merak, nuk ki motiv për kur gjo. Shduhet me lanë vetën najherë edhe me pushu. Prandaj, mos e kupto me njëherë pse sot s'po punohet edhe tash unë jam depresion. Jo. Po të lumët ata që jetojnë vetën me familje, po me gruan ose është i martuar, po nuk jetojnë për shembull me familje të madhe ku e bëjnë kiamet nëse nusja diçka sot është e plagështume, duhet me dalë patjetër prej dhomës. Jo, kemi i tregu, falni ama sot s'po ndihem mirë. Edhe kime dëgju veten, kime gjetë rastin, sepse është shumë vështirë me jetu një nuse apo një grua, një femër me familjen komplet. A kime hinë bik, nuk i dihet, aleikum selam, Kur'an e ehli bejt. Edhe juve dhe gjithë familjes, mirë se na erdhët, selam aleikum, arta faleminderit vëre moshën. A ki drejt me i bo vetullat tatu? Po, nuk është ndaluar, shumica e dietarëve musliman nuk e shohin të ndaluar, sepse nuk është diçka çka nuk po të pëlqen, për shembull, që tu po donë me bo një vetëll. Po këtu Zoti nuk e ka bo me pas që tu vetëll. As nuk e ka bo Zoti që tu me shti butoks, sepse ty ta ka kriju qëtë formën
edhe ti duhet me qenë e kënaqur me qatë formë Zoti që ta ka dhënë, me majtë pastër, me majtë në rregull, qofse je mashkull, mos mi dhëra zhilet, sepse shenjat e mashkullit, e burrit janë me mjekër. Haram është me i ra zhilet, po duhet spaku me i ra me atë makinën. Ose makinën e qetë në zero, ose në një, spaku me u pa, po zhilet nuk banë. Unë e 2 djemë vetë mi, kom thanë, baba i veti ka thanë realitet. Baba mirët për këto puni, ka thonë që me babën, kur t'ju del mekra, mos i bini zhilet, se në qo se i bjerë zhileta e ma shumë rritët deri mbel. E keni pa dikush i ka deri mbel, sepse i ka ra zhilet. A kështu duhet vetëm me përmime jam shu për para, ja kam shu përmime me si qka është e si brisk, e tash i kemi makinat vetëm e qëtë numri 1 edhe e regulon. Kështu që edhe vetullat, nëse nune normal jam 60 vjeqare, 58, 9, gati, 59 vjeqare, kështu që normal jam dopsu vetullat. Edhe e bën një rregullim për me undi vetë bukur. Për me undi vetë bukur. Nëse ti nuk e përqen ftyrën tënde, pse e ki pa mollza, unë e kam pakës, po dikush nuk ka hi që ka rafsh, atë ti nëse nuk e pëlqen ftyrën tënde dhe shtin butoksa, ajo është haram. Ajo është haram. Ose nuk i pëlqen buzët e tua edhe i shtin butoks, i bëjnë buzët akari, ajo është haram. Ajo bilet bjerë deri te smundjet psiqike, sepse ti çdo mëngjes kur shosh, me njerë këshyrish veten, najherë buzët në aeroplan son mundin me yp, këto që mushën gjite trupin me butoksa, sepse ai butoksi lun, edhe veç i shkon buza nej kur të fol. Prandaj këto janë haram. Se ti, lekad khalekna l'insane fi ahsani takvim. E kemi kriju, Zoti thot njeri unë në formën më të bukur, e mandej thot, e kemi qunë fundit, më të shëmtum, pse vetë ai nuk e dëgjon fjallën e Zotit, do në më ba krejt njësoj me buste trasha, po dikuj ve ka dhënë tolla, mu mi ka dhënë pak ma trasha, ati kështu, zbën me nënçmu krijimin e Zotit. Dukesh me mimika që e devijore, ani be gjoker, faleminderit, s'ka tërt. Aleikum selam, Baki, Arta, mirëserdhe zemër. Shqipe mirëserdhe. Okej, kjo po thot djali hiq më së merr me ta, po mire ki, që thot don me Okej, kjo ishte një pyetje tjetra. Thot kështu, zonja Iqbal e Zotit të dhash të shëndet, se sa më tepër, se shumë, çdo ditë më tepër, mësojmë nga ju, në të ardhmen, inshallah lind edhe ndonjë Iqbale si ti. Kompliment ishte. Faleminderit. Unë vetëm jam në shërbim të Zotit. Unë nuk jam teologe, që kam studiu fen 8 vjetë. Unë kam studiu fen vetëm 4 vjetë. Jam hoxhanish, mësuese e Kuranit, asgjë tjetër. Mirë po jam edhe plus islamolog. Islamolog e çdo kush mundet më bë që ka prirje me studiu, me lexu, etj. Prandaj, përshëndetje, jetoj në Gërbet, i ndjek videot e juaja dhe kam shumë dëshirë të dëgjoj këshillat e juaja. Zonja ju përshëndetje, tregoni këtë histori për Ehli Bejtin. Zonja Iqbale, përshëndetje që tregoni këtë histori për Ehli Bejtin, Imam Huseinin. Shumë të vërteta me stërgjyshit tanë na kanë treguar neve këto histori. Shumë respekt, ju përqe shumë fjalë me vetë. Selam aleikum, motër, dua diskutu një natë live me ty, fremtoj se do të sfidoj. Hecme. Edhe ky njajti. Me muzik po feston ditëlindjen, afar muslimane jeti. Shikoni, kur lind fëmiu, 99 mesazhe,
Gëzohet krejt familja, pse vjen një antar i ri i familjes në shtëpi. Edhe për lindjen e profetit, kanë lajmëru edhe Biblia edhe Kurani edhe paraardhësit për iftërinjet që para islamit, do me thonë që ka me lind një djalë që ka me ngrit një popull, do me thonë ka qenë një gëzim i madh, lindja e profetit Muhammed. Prandaj na me datën 12 Rabiul Awwal e festojmë ditëlindjen, kjo gjithmonë ka qenë. Po këto sektet ma radikale, ma ekstreme, selefiste, vahabiste nuk e festojnë. Ndërkaq na si Hanefi që është Kosova 99%, sidomos para luftës ka qenë 100%, po mas luftës janë përzi, ka ardhë ky sekti Hanbeli, do me thënë shkolla Hanbelite, se brenda sunizmit ka Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbeli. Hanbeli janë shumica që janë në Mekë Medine. Në Mekë Medine atje që shkollohen, këta e thënë haram, po okej, ju thojeni haram, mos e festoni, po mos janë daloni tjerve, sepse Kurani nuk e thot që është haram. Kremtimi i ditëlindjeve nuk ka në Kuran, po është gëzim. Çdo ditë gëzimin na e festojmë. Na neve na vjen, për shembull, kur vjen 4 shtatori është dita e martesës time. Ka qenë një gëzim i madh për mua, për familjen time. Ditëlindja e djalit, e vajzës, ka qenë një gëzim i madh në familje. Derisa engjëjt gëzohen, pse edhe njerëzit mos mu gëzu. Gjithashtu edhe rast e vdekjes, janë ditët kur e kujton atë datë, çdo vjet, ti je trishtuar, je e pikluar, e vuajtur e tjera. Ndërkaq ditëlindjet normal që i festojmë, po s'duhet me bë harxhime të mëdha. Aleikum selam Queen. A ki me hi në big? Shikoni mas një javë, inshallah. Është njëjtë si ankthi, si depresioni. Shiko, depresioni është një titull. Mërzia, për shembull depresion, depression, ki shtypje psiqike, po të shtyp diçka. E ke lexu diçka edhe e ke ndëgju një lajm edhe po sillesh në shtëpi. Të hupi disponimi. Me njëherë pyete veten, Iqbal, çka u bë me ty? Po çka të hupi? Çka ishte ai element që ty ta hupi këtë disponimin? Aha, mendoj, po e mora qatë lajmin, e atër meru me qatë lajmin. Me qatë lajmin, apo me qatë punën, apo me qatë fjallën që ta tha. Meru pak me ato, ajo, tanë kohën, tanë ditën, s'ja mirë. Jo, meru me qato që të tha, kërko prej Zotit, Zoti me ta lehtësu, kërko prej Zotit një shenjë me ta dhënë çka me vepru. Në qofse ki shumë siklet, shko merr abdes, abdesi me njëherë të freskon, abdes do kush gati din, e tjera. Ndërkaq ankthi është si një komponent e depresionit. Ankthi, friga, pra, pagjumësia, maramendja, është pjesë e depresionit, sepse ti kur je i mërzitur, je stat buka, e tjera. Ka dikush shumë han bukë, dikush hiç s'ka apetit, e tjera. Prandaj, kret këto gjanat munden mu largu, kur na njëherë i thëjmë vetës, okej, po m'kat, po du me qaj, se kom një mërzi, po du me kesh dispono, me lishoj një muzik, o shkoj diçka. Nuk kam sot takat, provosh me hangër me pi, sepse takatit lëshon kur s'ki me hangër me pi, por ama prap je lam, flej derin mas dite, e të kalon ajo, sot ndoshta je pak ma pa vibrim, s'ki vibracion trupin ton, ndoshta nese ka mu bo ma mirë. Pra mos e dhuno veten, a ankthi, friga, pse po frigohem? Nëse unë për shembull e kom bo një punë të keqe, e kom thonë një fjalë të rëndë, ja kom tregu një Hatixhes, një fjalë për vjollcën. E tash e kam problemin që nëse vjollca e merr vesh, kom me bo bela. Nëse buri vjollcës e merr vesh këtë fjalën, këtë shpifjen teme, kom me bo bela. Domethënë që aty është problemi jot. Ose ke bo korrupcion diçka, ose ja ke bo dikujt një padrejt, ose ke qit një në shkrim ku nuk duhet, e tjera.
frikën duhet me studiu, sepse këtu është problemi. Që kjo problemi? Këtu jënë duhet me këshirë shkakun. Shkakun, nga ka ardhë ky problemi. Edhe pasojat priti, normal. Por asojat duhet mi prit. Ama ti jo priti pasojat, po qëtë problemin nuk do të me lënë dvarën, sepse bëhet edhe një tjetër problem, edhe një tjetër, kjo kur të stresohësh, problemet shkatrojnë. Po këshyre me zgjedh një problem, tamam, po qësh me zgjedh? Valla ka njeri të menqëm që me një këshill ta zgjedh problemin. Ama jo ti, kam probleme, kam gajle, kam pun, të ranohen, bup, supët e poshtë, edhe ty hiq nuk i shkarkon ato, nuk i shkarkon. Okej, kam pun, zoti pse ka vel kalem, është betun në lapsin, e shkron, nesër, to do list, e kam me shku qëtu, këta ka me bo, që ato pun të mdhaja, jo në detaje. Qose i ki 10 pun, 10 ngarkesa i ki. Prandaj, për me larguat stresin, për me largu nuk largohet stresi, hajtë se une e kanë bo mod, këta psikologët e rinë qunë në shumë gjasa, shumë sende nuk pajtojmë, thot ati qka për me largu stresin, du të me shku në dyqan, me këshyr, me ble, naj send, me largu, me dal, edhe me, hoj zoj, ti stresin e bon hala ma shumë se ti jetu argju, jetu ble diqka qka s'ki nevoj. Jo po që duhet me shetit me dalu, shko shetit në park, shko shetit në kish, shko, që si e krishtere, shko në gjami, frymzoju, qetsoju, ajo, për me largu stresin, duhet me shku me hargju në dyqan pare, se ajo, kur po veshke sendet e reja, po t'u largoj ka stresi. Këtu e në vetëm qësh një ashtu stresin, sepse ti kur ki tesha edhe shkon pra blin, ti vetëm që të dhomën të ndën që ti zënë do shta 20 setra, ti tash i ke ble 30, ti e ke ngarku vetën të ndën. Po për me largu stresin, bone një sevap, jepe diqka, o zot, largu ma këtë barë të rëndë që e kom në gjoksin tim. Rabbi shrahli sadri vesil jemi, o zot, ma lehtëso supët e mija. Mi lehtëso supët e mija. Supët e mija, falindet, lejdi. Qësh lehtëson supët e mija? Jo, e kam një gajle, më suar gjo zemër, kam një gajle edhe rrinë me atë gajlen, e ki supët e ranume. Prandaj, ankthi largohet, frika largohet kur ti lufton me ata. Qësha, unë e kam frikë se kur bjerë shi, në kamet frika se më hike ujin për drumë. Edhe sa her bike shi, e kishëm frikën kuku që shka me mimë për drumë uji. Po desht mu qu, mu ngrit, me dhonja 200-300 euro, ma mirë se sa me mu bot dam, e me ma markohën e me mu prish gjonat për drumë. Edhe e zgjodha problemin. Frikën e mbyt me punë. Pra, duke luftu me ta. Unë luftova me atë ujin, i cili më hiken për drumë, e po na zgjedhjen, tash edhe me rashi, unë nuk kam ma frikë, po vetë shtutëm, o Zot jepi strehim, atyve që s'kan, o Zot, lehtësoja atyre, mos t'i hin uji, sepse mund ka hy edhe unë e di qka është, po tash vesh lutëm edhe jam e qetë. Shko, thot një personi cili është i moshuar, 60 vjeqar, dhe thot o probleme kam me u martu vetë, pasi ato që e deshta shumë më vdiq, e ka punën për qika, për gruën e vetë, se për djem e qika se kam problem, tani bota e tyre është. Po do me thonë që këj 60 vjeqari ka kërku unë me ja gjetë një zoj, një grue për martes, po shihet që i ka emrin, biemrin, e ka ftyrën, është serios. Prandaj edhe po i lexoj pyetjen që ma ka bë, edhe unë i kom thonë që e të këshyrin motrat e tua, të njofin ty, po i kom thonë a ki djem, a ki vajza, tha kom djem, ka vajza, kom nuse, po kretë ato po thot janë martu. Ata thotë s'ka problem me ata, se ata e kanë botën e tyre. Okej, edhe unë dashta me ndihmu,
këshyra çfarë standardi ka, se normal çfarë kulture ka. Allah i thot martoni të ndershmit me të ndershmit, pamoralshmit me të pamoralshmit, lavirin me lavirën. Edhe pashën zotnia ishte zotni, edhe unë ja gjeta një zoj, e cila ka qenë e martuar, 55 vjeçare, ky 60 vjeçar, super u përshtatën, mirë po normal në martesat islame duhet me dhënë edhe mehrin, dhuratën e martesës. Tash për dhuratë martesës, kur është puna të qika e re dhe djali i ri që nuk kanë hynë, nuk janë të vej, as njëni as tjetri, edhe nuk kanë as familje, as grues kanë pas, e tjera, ajo dhuratë e martesës është më ndryshe, mundot me qenë më e vogël. Ndërka që i thash këti zotnis, okej, thash që kjo ta kum gjetë një zoj 55 vjeqe. Çka po jep thash ti për ato? Sa pse shka du të me dhonë? Jo, po thash ajo tash është momentalisht e vllaznit e vetë. Edhe ajo për mu martu të ti, normal ti e 60 vjeqar. Ajo është 55 vjeqare, s'ka qenë e martuar, s'ka pas fëmi, thash bash për ty. Thash, diçka du të mi dhonë asaj. Po tha, çka për shembull? A i tha, po që une ja qes me njëherë një qahin. Një qahin kurorzimin ja qes, tha me të shtetit, që ajo me besu që hisen ka me marë. Thash, o zotni, ti e 62 vjeqar, ti e ki këtë smuje, ma të regoj një smuje. E tash, ti apo donë shërbëtore, apo donë motër medicinale, apo po donë grue. Shërbëtore, ta gjojmë një shërbëtore, vjen 2-3 herë një javë, e pastron shtëpinë, e rregullon dhe cit. Motër medicinale, edhe ato ta gjojmë. Kemi ato organizata që janë kështu që kanë kujdesin e pleqhve, ama ti po donë grue. Kunorën nuk mund është ti se nesër ja qet vetëm kunorën edhe kur gjo si premton, thash ti nesër vdesish, që ata djemë të tu, po unë e kom shpinë e madhe, e kom ato, zotni, ti nesër vdesish, edhe ajo gruen me njëherë ata fëmijët e tu, i thënë që kome dil prej këtu, qfar kunor, qfar sen. Nuk e ka ajo vendin të shtëpia jote. Po çka po thu ti? Unë e thash, ti masi e ki pasunin, që t'ja në emër të saj, të asaj gruës, që ti, derisa je gjallë, ajo grue, me pas një gasonjere, thash spaku. Një gasonjere kushton 30-40.000 euro. O, tha shumë, tha, unë ja jap një qajnë, ajo këtë pasunin e ka të shtëpia jeme. Tha shumë falë, po ajo nesër ti kur vdesish, ajo du të me dalë për asaj shtëpis, se nuk ka as fëmijë të vetin as kërkon. Qofë se donë, thash me të martu, duhet diçka me dhënë, që nesër ajo, edhe ti me vdek, edhe ti munda prej saj, për shembull, ajo e ka banesën e vetë aty. Po, para se, do me thënë, ja shkruan, kjo banesë është e filanës, mas vdekjes time, që ajo nesër mos me të përzi, ty te hisja jote. Sa për qështu, jo një, jo 2, po ti gjoj sa dush, po nuk pranoj zotnia, se tash je 60 vjeqar, ti duhet diçka mi asiguru asaj, jo shpine hisën e gruës e djemve vajzës tënde. Prandaj, është pra problematike plesht me u martu, kunora nuk i vyn, mjafton kunora e hoxhës më kanë, edhe te noteri ja shkruan, okej, une po du më martu me filanën, shumë e pëlqyn njëri tjetrin, po femra tha, valla tha nesër me dal, une sun rri me postor që ti thënë tena. Tha, sun rri une në shpinë e djemve të këti burrit të ardhshëm, po une tha duhet me dal prej aty. E valla me shkune edhe njëherë, të vllaznit e mi, hiç s'ka hije. Prandaj unë du me pas një siguri. S'paku një gasonjere, s'mundesh në Prishtinë, mundesh fush Kosovë, ki 20.000. Edhe e kalon jetën me ta kënaqesh deri sa të vdes. Për shembull. Shkoj ta marr bursin e baterisë. Mos ikni, edhe ju lutem, ju kam për ato edhe hyna, ju lutem e kam qel TikTokun e ri,
është Iqbale oficial. Iqbale oficial. E keni edhe videon këtu të ky TikTok im, aty pra e shtypni Iqbale oficial edhe ma boni follow. Ju kisha falënderu sinqerisht, sepse ai TikToku i ri do të ketë jo ligjerata fetare, po do të ketë vetëm psikologji, sociologji, probleme që mundemi na mi zgjedh, po më shkon bateria vetëm edhe 5% që ta marrim adaptime. Okej, është në gjithë bateri. E kështu, pra, dhe ka që përinin, më shumë a letë, sepse, për shembull, në islam është, mundësh mja dhënë dhuratën e martesës që aty për që aty, për para s'kan ditë që ka është dhurata martesës, po i kanë dhënë lira, i kanë dhënë dukat, që ajo faktikisht është dhurat e martesës, ndërka që tash është në islam për shembull ja premton, mundesh që aty me ja dhënë, ose ma tutje. Ka raste për shembull vajza e kunatës teme, nuk e ka mundu burrin e saj, që m'ja dhënë dhuratën e martesës, për shembull 5-6.000 euro, standardit e na është 4.000 euro, 3.500-4.000, mesatarja, po dhurata martesës mundet më dhanë edhe 500 euro, mundet më dhanë edhe një unaz ose një dukat, më varet sa ka mundësi, po ti nëse shkon e merr një vajzë cila ka kry 2 fakultete, ka kry një master, prindrit e saj kanë investu të ajo, prandaj duhet me këshyr nëse një vajzë ka pas shërptore të shtëpia e saj, edhe ti kur shkon me pëlqyja të vajzën, pak duhet me matë takatin tënd, se ajo ndoshta dashnia e reje, e doni njëri tjetrin. Mirë po, janë disa gjëra që pasit lindet fëmija, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, fillojnë ato problemet me dalë me zeti. Prandaj unë e thamë, nëse je katundarë, po do të s'po mundi me gjithë qikë, prej ka i tje bre djalim jem, prej katundit filanit, këshysh aty në katund tëndin, këshysh aty në rrethin, se ki me gjithë. Ati në qose je katundare, për lipish një qytetare, e ajo e ka luksin, e ka hargjimet, aristokracinë e madhe, ti mundesh mu rahatu bash. A nëse je qytetare dhe merr një fshatare, atër prap mundesh mu rahatu dyqysh, sepse do më thënë ti je në gjendje me ngrit, me civilizu një vajzë që është e fshati që ndoshta ma ndryshe e koncepton jetën, ndoshta ti je në qytet, je rrit në qytet dem baba dem, edhe i ndihmon asaj që ajo mu kyç me një civilizim pak ma t'nalt. Po tash kjo më s'po ndodh sepse fshatrat qytetet jenë bo gati njësoj. Vetëm se kështu që sa për civilizim edhe fshatrat e tona, urbanizmi është shumë okej, rall ka fshatra që janë prapambetura, atër vetëm e këshyrish emancipimin. Nëse je djali mirë me shkollë të mesme mos, ju në gjitë asaj qikës me fakultet, se kime lënë të shtëpia, kime bëhen vise, e tjera. Vazhdojmë. Edhe qka ka bo kjo vajza që atë dhuratën e martesës, i ka thënë shiko, gjdo për vjetor kime ma dhënë ka një lirë. Ka një lirë, tash është, atër ka qenë 300 euro, do me thënë për vjetori i martesës, gjdo vit ka një lirë. Pra një lirë është 300 euro, tash është 500 euro. Një lirë. E tash a i djali normal që e ka standardin, pra mja dhënë gjdo për vjetor të martesës, unë gruaja me 500 euro.
Apo thot, çdo përvjetor martesës kime më dhënë ka gjys lire, 200 euro, që urno, 200 euro. Edhe kështu mundet, do me thënë, ose thot, sikur në vendet islame që janë, thot, unë e du valla mehrin me pas 200 gram dukat, ose thot, 30.000 euro. Edhe ti du të me matë veten, po edhe ajo vajza që është e varfën, ajo së ta lyp këtë standard, se e din. Mirë po jepet, ka raste 30.000 euro kanë dhënë mehrin edhe këtu në Kosovë. Ose mehrin dhuratën e martesës. Ose për shembull në Gostivar në Katetova, kom dëgju sa të lidhme të gërshetës ka vajza, çdo të thyme të gërshetës, sa i ka rrit flokët ajo, kemi ja qit ka 1 lirë. Këto kum nin Tetovë në Gostivare Kanadet. Do me thënë ja masin gërshetin e vajzës, ja lidhin, jo 2 gërsheta se shumë bat, edhe sa të lidhme të gërshetit ka 1 lirë. Ka 1 lirë, nëse i ka 20 lira, 20, du të mja dhënë, s'ki shka me ba. 25, 10.000 euro, nuk o shumë. Për ata që kanë, ata që s'kanë i qesin qerek lira. Mirë po, adeti është adet, dhurata. Sepse pa dhurat martesës nuk mundesh me hyje as në marrëdhënie intime seksuale. A i takon mehri vajzës që sa bukur, kur e tradhton burri. Fjala tradhti njerë, majën në mend, nuk ka të bëj me tradhtin. Tradhtia është e kombit, e vendit, e shtetit, e besës. Ja ke dhënë dikujve besës edhe e shpakës, se s'kam asnjë moderator këtu, ja ke dhënë besën dikujt, se po du me i këqyr pyetjet e juja, po pak po më pengojnë normal ato pyetjet pa lidhje, po s'kam asnjë moderator me rregullu. Pra, tradhtinjen nuk i thojnë, mirë po modernizmi, për me i zbut ato fjalët e punët e shëmtuara, i ka thonë tradhti bashkëshortore. Jo, tradhti nuk është, po është kurvëri. Në momentin kur ti e bën kurvërin, burri yt e bën kurvërin me dikon tjetër, me një femër, pra ai nuk ka tradhtu, po ka bën një vepër imorale, të pamoralshme. Dhe nëse kur janë martu, të dytë kanë qenë të ndershëm, edhe gruaja edhe burri, që shë lyp Kurani, thot martoni lavirin me lavirin, të ndershmin me të ndershmin, të moralshmin me të moralshmin. E tash nëse burri jot të tradhton, atëherë mirë është, se ka mund me qenë ndoshta ndonjë kurth, ndoshta ndonjë shantazh, ndoshta e ka mashtru epshi vet një herë, ndoshta i kanë qit diçka me pi, vetëm me ta hup statusin ton që je grua e burrit, je nuse e shtëpis, je nanë e fëmijëve, edhe dikush prej femrave të pamoralshme, tu e di që ti burri yt pra është i martuar, ajo dëshiron me ta marrë statusin tënd. Prandaj unë për veti tham që duhet një herë me ja fal. Dikush thot, jo, një herë si ta bën, kur nuk ja fal. Ti duhet me ja fal një herë, për që ato Zoti ka thënë, nuk mundesh dikujt mi thënë lavire, derisa 4 veta, ose burrit mi thënë lavir, derisa 4 veta nuk e shohin në vepër. Shiko, në vepër. Kjo është shumë e vështirë 4 veta me pa në vepër, në dyshek. Bile disa dietar islam thonë, sikur se kofa kur hyn bunar. Pse? Sepse Zoti e ka bë vështirë, ka thënë duhet mi pas 4 dëshmitar për një vepër që e bën të kurvërisë. Kjo i bjerë që është shumë e vështirë. Prandaj Zoti e ka vështërsu këtë punën e kurvërisë që se ndoshta ai burri apo ajo gruaja që e bën këtë kurvëri
Me njëherë pas kryerje saktit, e sheh vetën dhe thot, bre çka gabova. Do me thonë, me njëherë ndoshta, amandi falëndet, i bjerë pishmanit. Me njëherë, për qatë punë që e ka bo, i bjerë pishmanit. Pra ndaj Zoti e ka bo, dyqë shumë të vështirë. Kur ta bën dikush një kurvëri, a i bën, po 4 veta du të me pa. E nëse vetëm gruaja e ka pa, unë them që duhet me ja fal njerë burit, se kanë pa 4 veta. Vetëm ti e ke pa. Edhe ata duhet me pa jo mesazh që ka shkrujt, ose e ke pa në kerë ka hyp me ta, ose e ke pa me një vetër tjetër, ose ke shti dyshimet e tua. Jo, ti kur ta sheh burin tënd në dyshek, në vepër kur ta sheh burin tënd, lirisht, ke mendon që burri jot është në hotel, shko në hotel, gjeje në vepër, njëherë, unë e tham, nuk e thënë dietarët, njëherë duhet m'ja falë, sa i përket burrit, a për gra është tjetër muhabet. Njëherë duhet m'ja falë, me pyet ndoshta ka qenë diçka e kushzum, se mashkujt ma pak kanë forcë për me majt epshet e tyre, dhe femrat më me plane punojnë për me bo këtë vepër, sepse kanë interes, ka femrat të tilla, jo të gjitha. Kështu që njerë zemër ja fal, e nëse a i vazhdon, atëherë ti duhet me mendu qysh me unda me atë burë. Sepse i moralshmi duhet me jetu me të moralshmen. I ndershmi me të ndershmen. Prandaj, meri fëmijët e tu, thuj vjehra jem, vjehri jem, kështu është ndodh me djalin e juj. Dhe ata fëmijë janë të vjehrës edhe të vjehrit, edhe të burrit tënd. Por, ti ki të drejtë ata fëmijët me ardhë mi marë 1 javë, 2 javë, 3 javë, por fëmijët ki mjalon burrit, sepse me shëriat, me islam, fëmijët rrinë në kulmin e burrit, babës. Ajo, baba, burri i knena po e gjenë, dashnurën tjetër për bjerë të shpia, ti kap fëmijët edhe po delë për shpis, kur po delë për shpis, baba, nona po thënë jo, meri këto kopilat leja ati, ti e qika jona, ma jo me fëmijë me martu, se pranojnë, ala ka si mentalitet, s'kan kushte, vllai këqyr që shmja gjithë motrës një burr me hek për shpis, e me fëmijët e burrit s'mundët me hek, kështu që për mendimin tem, edhe Kurani e thot, fëmijët i takojnë babës. Spaku fëmijët duhet me nejt nën kulmin e babës. A, nona mundët më kujdes, çdo ditë e merr fëmin mbrëmje e bjerë te baba. E merr një javë ditë, mas një jave e kthen te baba. E merr një fëmijë që ka ndoshta pak ma me tmeta, i thot unë këtë fëmin po du më kujdes, a këta tjertë prap janë të nonës, derisa ajo nuk e gjen burrin tjetër mu martu, ajo fëmijët e saj e kanë kulmin te baba. E valla, ai mashkull që don munda, që bën tradhti, që bën kurvëri, edhe don munda, le ta din që fëmijët që ajo e dashura, ka mja këqyr fëmijët e ti, e jo gruja. A, nona, gruja e merr për qefi. Qësh vjen që shkon baba mi marr për qefi fëmijët, e me asi, edhe kështu, gruja i merr për qefi. Por, nëse me të vërtet burri është katastrofë, është alkooliqar, e tjera, është i dhunshëm, nuk kujdeset për fëmijët, atëherë, nona kësi raste është patjetër mi marr. Por nëse ai burr ka nonën, ka babën, balla vjehra jeme se ke eduku këtë djalë që shduhet urrëna, qërja fëmijët. Kjo është me islam. Më falni, nuk po imponoj, ama këtu po ndahën, gratë pi marrin fëmijët, mandej po shkojnë, po plakën, ose po smuhen me lloj hormone, sende probleme hormonale, sepse perun moralin, ajo ka për nevojë biologjike është me pas marrëdhënie intime me burrin e saj të arshëm, ajo s'po mundet mu martu, se ku ka mu martu sot, kemi plot vajza që s'kan fëmijë, e ka me shku me marrë një grua ve me fëmijë. E pa mundshme. Kënena burri vetë këta e ka për ashtu për shpis,
ja jep një aligmacion, që apithën, as ja jep, edhe ma në fund a i kryon tjetër familje, a kjo gruja plakët me qëta fëmi. Prandaj, fëmijët janë në kulmin e babës. A, nona mundot më kujdes pa pik problem. E valla, ata burra që të rrethojnë, çështu do të mja bo. Okej, zotni, ti njëherë për ta fali, që pyetja e zoni. Ama, aleikum selam muzika, ama qofse ti vazhdon kështu, atër përgatitu me i këshyr fëmijët, sepse Zoti ka thonë, fëmijët janë berisha, nuk janë, unë jam berisha të baba jam. Fëmijët janë huduti. Fëmijët që tu e kanë kulmin e babës, s'do të mjë prish Terezia. Kështu Zoti po thotë. A jo valla, hajt ti gruje po ndahemi, nana jo, unë e du të mi marrë fëmijë, që shko më nda prej fëmijëve, oj zoj, nuk ndahësh prej fëmijëve. Çdo ditë kime shku të dera shtëpis, kime marrë fëmijën. Edhe ki mu kujdes, në akşam ki mja pru burit. Ose çdo 3-4 ditë. Jo, kështu një javë vjen baba i merë, edhe ata nëse s'ja ka dhënë aligmacionin. Atëherë, asi. Thot, jes po ta jap fëmin, se se ke pagu mujorën. Ndoshta s'ka mundësi. Kjo ka qenë shumë e dhimbshme. Zoja Gbale, se cili ka rrugtime të ndryshme në jetën e tij. Por të shikoj, ani pse nuk jam në këtë rrugtim, vetëm një këshill nga ju, zonja vajza ime, don të martohet me një grek. Nuk jam e pajtimit, heq nuk pranon. Të largohet, subhanallah, pra hiq nuk pranon të largohet prej atij grekut, subhanallah, më shkon gjithçka në mendje, ta mbys, ta helmoj, që më shkon kjo në mendje, kisha dash një këshill nga ana juaj. Zonja sa po shihet po përmend fjalën subhanallah, është një grua muslimane sa po shoh, e vajza e saj po don me u martu për grekun. Por nanës pishkon mendja e keqe me helmu, po thot, me mbyt, kurse si sun po pajton. E dashura zoj, greku me siguri nëse është musliman, nuk është problem, mu martu me ta. Pasi ti je muslimane. Edhe mu kanë Amerikan, është musliman, nuk ka problem. Nuk do të me bo kiamet, pse sa shqiptar, tash, zbon mu martu. Ajo është keq shqiptarja kur martohet për Serbin edhe fejs tjetër, që shpo martohen, se ti si muslimane mundet mu martu edhe me një zezak nëse don, po në qofë se është musliman. Mundet edhe me turk, mundet edhe me macedon musliman, mundet edhe me boshnjak, mundet edhe me holandes, sot islamin po e pranojnë me të madhe. Por nëse ky është i krishter, atër vajza jote, si mas fjales Allahut, e ka rreptësisht të ndaluar. Mirë po, ajo nuk del prej fes islame, nëse e merr një të krishter. Por e ka abuzu, e ka shkel, e ka nënçmu një ligj të Allahut, sepse ajo nuk mundet me pas marrëdhënie seksuale me një të krishter, apo me një person i cili nuk është i fesë së njëjtë, ose është hiç asnjë fe nuk ka. Ateist sidomos, bile, nëse unë jam muslimane dhe buri im është musliman, dhe buri thot prej sot unë jam krishter, ose thot prej sotit nuk po du me jetu, nuk po du me besu në Zot, jam ateist. Në atë moment, unë duhet munda me burin tem, me njëherë shkurërzim. Nuk e kom halal as një orë me nejt me burin i cili është ateist ose i krishter. Do me thënë, ka regula në islam. Atër çka me bo kjo vajza që pe e don grekun? E nona po thot, po më hidhet me helmu, madje edhe kisha dasht me mbyt.
po lypi një këshill nga ju. Pra, ti, vajza jote është zgjedhja e saj. Ajo nuk del prej fesë. Ajo vetëm ka bo mëkat e ka abuzu fjalën e Zotit. Dhe ajo ka të drejtë me marrë hisën prej teje. Ajo ka të drejtë me shku në xhami, ani pse ka burin grek, të krishter apo pa besimtar. Ajo ka të drejtë me u varros të varrezat e muslimanëve. Nuk është sikurse te krishterët. Nëse një krishter martohet për musliman, kisha e largon prej antarësisë, nuk e lejon në varrezat e krishterëve mu varros, adetet ashtu i kanë, e kom pyet një krisht, edhe kom lexu për këta, si dhe nuk ja jep trashëgimin, nuk ekziston më ai evlat, siç ka qenë edhe tek ne shqiptarët musliman, kur një vajzë u ka martu për katolikun, baba vet ka thonë, më nuk kam unë vajzë, edhe nuk e ka fut në familje. Musliman e përpashëm, nuk e kanë fut në familje, mirë po kjo nuk është me islam. Prandaj e nderuar azon, vajza jote që e don grekun, garant është i krishter, ajo bën mëkatin, mirë po ti te Zoti ki mu përgjigj. Ajo përgjigjet për veti, çka ka gabu. Ti e ke eduku, sa ke dit, sa ke mund, aleikum selam, Faruk. Mirë po, ajo përgjigjet te Zoti për veti, e ti për veti. Bile, për atë dhëndrin ti duhet me pas shumë respekt, nuk ban me andalu vajzës tënde ardhjen në shtëpi, vizitat e tjera, vetëm ki me pa në sytë e tu si një mëkatare e madhe, dhe me lutë Zotin. Ndoshta sjellja e mire jote, zonja, nëna e kësaj vajzës të cila dëshiron të martohet me grekun, ndoshta sjellja e mirë e jotja dhe burrit tënd, dhe mos miratimi, mos m'ja miratu, jo me thonë, valla, u ka martu për grek, punë e madhe. Jo, punë e madhe. Nuk jam me pëlqimit që ka jeme. Mos jam mirato të keqen, se kur jam miraton haramin edhe ti e përzi me haram. Ka raste, vajzat gjysëm lakuriqe, reklamohen në për TikToka në përsend, e nona shkon nga ta saj. O i zemër, ti peshe që vajza jote ka deviju, po spaku mos jam mirato, mos i jep qere. S'ki qka me i ba, e këshillon njerë, dyjerë, jo mu që me helmu, jo mu që me mytë, ti apo do në gjehenemin me ba dhe për veti edhe për ta? Jo, ajo është mëkatare për veti, lutë e Zotin o Zotu zoma, vajzën tem rrugë drejt, jep sadaka, ama nuk guxon ti si non që je, nuk guxon me keq trajtu e vlatin tënd, kurse si, por ama edhe mos jam mirato. Mjafton vetullat e tua të vrënura, mjafton neglizhenca jote ndaj fjalëve të saja, ajo ka mu kujtu, unë e mora grekun për mbur, tash nana jeme, as nuk është në gjendje ma me fol me mu. Pse bre, ty të marrë Zoti bashkë me ata lëvizjes së Deçanit. Pse bre Ahmet, sherifi, pse me marru mu Zoti, qka po bajune? Plus qafir. A din që ka thonë pejgamberi qafir? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Që dhe këtë tjetri almi. A i që i thot dikujve qafir, a i dikushi nuk është qafir, krejt mëkatin e qafirit e kiti. Prandaj Ahmet e pas ke emrin të mirë, sherifi do më thani ndershëm, emri Ahmet është i lëvdruar, edhe sherifi është i ndershëm nga arabishtja, për mos me hi ma shumë gjuna dhe ti edhe almi nalt, hajt ju shkoni pak në blok, se une nuk e meritoj këtu dikush me ardh me mi shqetsu miqtë e mi,
se une nuk jam qafire, elhamdulillah jam muslimane, i besoj Zotin, i besoj Allahun, i besoj profetit Muhammed si dërguar i Zotit, ndoshta pak ma ndryshe besoj, po kjo nuk do me thonë që une jam ma mirë, apo ma keq, po ma ndryshe. Ndoshta e kom plotësu pak fen time me familjen e profetit, ndërka që ju nuk keni njohuri për këta, nuk do me thonë që diçka që ka ti nuk ke njohuri, e unë po rrej. Jo, thjesht, nuk ke njohuri, nuk ke njohuri për fen. Boni pak syzat katërshe, me diopri. Merë lexo, ajo as një libër se ke lexu edhe i thush një nonës dikujt, i thu qafire. Që Aleksi bare po dihet që emrin e ka nuk është musliman. Këtive që ja ban mjute, ndoshta merr mend Aleksis. Pse thot fjalë të dyta? Pse si konvenoj që i thash se muslimanja nuk ban kurse si për të krishterë më martu edhe pik. Që s'ju pëlqen, është tjetër. Ama, aleikum selam gjota, faleminderit. Ama, aleikum selam, ka edhe ma keq. Nëse një muslimane martohet për një të krishterë, hajde këshu në këtu tash është ka po del hesapi. Se nuk mahet feja veç me pashke dhe me bajrame. Se dikush po martohet një grua muslimane për një krishter, thot, burri jam, thë ma feston bajramin, edhe unë e krishlindjen, po mendon se feja mahet me pashke, me bajrame, jo, mare zotni, feja jote është e jotja, respekt. E jemja është feja e jemja, edhe ti ma respekto mu. Te krishtet për shembull, nëse një muslimane donë përshëndetje të mi, kërkoj falje që të gjithve s'po mundi me ju përshëndet, u graj edhe për juve i nderuar, shumë respekte gjithashtu. Pse e bo me ata të lëvizjes bashkë? Jo, nuk jam bo, kurse si. Kurse si. Pejgamberi ka nejt me të krishter, me jevrej, ama ka mbet pejgamber, profet, Muhammed, sallallahu aleyhi vali. Në zyrën e financave, Imam Aliu, profeti Muhammed, ka nejt me një zyre, në zyrën e financave, në atë kohë, ku i kam pas trezor me flori, me një jahudi. Do me thënë që se une e pi një kafe, me ata të lidhjes deçanit, se po e di ku po e qitni që mas emisionit, që kemi pas në televizion, edhe unë jam ballafaqu me ta, nuk ja kam planu idetë e tyre, se po bëjnë përqarje, mirë po, para emisionit na jemi fotografu, dhe na jemi jemi shqiptar, jemi vlazën shqiptar, jemi bita Ademit, nuk jemi bitë e Zotit, që shëthën krishter. Jo, bitë e Zotit, Zotit nuk është as i lindur, as nuk ka lindur kë, as nuk është atë, as nuk është birja ati. Po, na jemi bita Ademit, prandaj na jemi vlazën dhe motra, ose nga besimi njajt, që jam une muslimane, ti musliman, ose nga krijimi. Une jam njeri, ti je njeri. Nuk jam une kafshë, ti je njeri. Këtu dallon kafsha me njerion. Ama ose nga besimi jemi vlazën e motra, ja beni Ademe, o bita Ademit, Ademin e kemi së të gjyshin tonë, ose nga krijimi. Une jam njeri, ti je njeri. Prandaj, lëvizjes deçanit i kanë punën prokurori, kanë probleme ata. Mos u brenkos, ti hiq, mos u brenkos. Temi përshëndetje i nderuar. Islamic remember, as emër s'ka, as ftyr s'ka. Që kjo almi, ajde të shkote nona jo të almi. Thuja që ato fjallë, edhe thuj, pse mëre mëjnon almin nuk e ke eduku. Po s'ka faje e shkrieta nonat, ku kanë qef me fmit mu kanë të këtil.
kanë qef. Okej. Fauzanin e kam profil. Sa me rëndësi, nuk po shoh as foto. Fjalët e tua, Islamic Remember, përkujtuesi islam, fjalët e tua I ke të ndyra, zotri. Nuk bën ashtu me paraqu. Ushtoft fare arabe në Shqipni. Jo, mërë, shka kemi në lidhje me arabët. Ne jemi shqiptar, jemi boshnjak, turk, jevga po rom, edhe jemi të kënaqur që jemi, që ekzistojmë. Zoti, poshtë atu arabt, tuto arabt. Ani betili. Okej. Besojmë se ja dham kësaj zojës përgjigjen, mos gabo diçka me mendu zoj, ani që pasir faleminderit nderuar, ani që vajza jote po martohet, po don mu martu për grekun, qofti krishter. Nëse është musliman, hiç nuk ka problem. Në qoftë është I krishter apo jo besimtar, e ka haram, e ka gjuna, po të lutem më trego, burri është katolik, unë jam muslimane, fëmijët çfarë feje duhet të jenë. Shiko, gjota, për shembull, ti je muslimane, po je veç muslimane me emër. Edhe burri jot është muslim katolik, po mundet garant me qenë katolik veç me emër. Ku dashta me thonë, kur të shkon në kish një grua muslimane me u kurorzu para priftit, ata njerë kushtëzojnë për me pagëzu. Me adhon pagëzimin që me ndru fen e pastaj me bo non e krishter. Se non e muslimane jo. Po ndoshta ju rinia tash nuk po shkoni as në kisha as në xhamia. Keni shumë pak njohuri për fen, qoftë ai të krishter, qoftë ky muslimane, unë njoh shumë të rinje të krishter, të cilët vetëm janë martu, mirë po nuk e kanë bë kurorzimin në kish. Sidomos në Shqipëri. As nuk e kanë bë, nuk e ka detyru me bë kurorzimin në xhami. Ka musliman, e ka marrë një të krishtere, edhe nuk e ka bë kurorzimin në xhami edhe jetojnë. Pra, ti e muslimane, burri jot është I krishter, po nëse jeni vetëm me emër, nuk keni as nuk fal namaz, as nuk e ke mbulesën, as nuk e ke agjërimin, as nuk e shkon haç, ti e do me thënë vetëm muslimane me emër. Edhe ai tjetri nuk shkon një herë javë në kish me I kap fëmijët e me shku në kish. Nuk është antar I kishës, e tjera, nuk është ma shkurt I besimtar, po veç emrin e ka I krishter. Ti emrin veç e ke muslimane. Atër unë ju preferoj të merrni të studioni. Ti ta studiosh fen tënde, ta studiosh, merre Kuranin, aje ta merr Biblen, dhe ta lutni Zotin ta gjeni një fe të përbashkët. Por paraprakisht po të them që feja islame është feja e fundit, e cila është feja që e ka përmbyll Zoti. Me Kuran e ka përmbyll fet. Nuk ka zbrit më, mas islamit asnjë fe nuk ka zbrit. Prandaj unë të preferoj së paku ti, zonja e nderuara, që ti të studiosh Kuranin, mos trego dhunë ndaj burrit, por ti bënu muslimane mirë, e sjellshme, e devotshme, ngadal, edukoj fëmijët me kulturë të mirë, s'ki nevojë më mësu shahadetin, dua, të lutjet, ndoshta burri jot nuk I don ato, por ti bënu për veten një herë, gjeje veten tënde, cilës fe po të pëlqen ty për zemër, po masi veç je muslimane, ti nuk e nje fen tënde, merre studioje fen tënde, bënu ti e devotshme, bënu e mirë, besoj se me sjelljet e tua ka me fillu edhe burri jot tjetër ndryshe me mendu, ka me u sjell ma ndryshe me ty, mirë po se ndryshove veten,
s'ki as burit pse me i thonë pse je i krishter, ose tash me fillu mos me respektu edhe ma keq, ose fëmijët e tu mi eduku kundër dëshirës ti. Po mi thonë burit tonë, unë po du me studiu fen time, unë të kam respekt ndaj pesë tënde, mirë po pas kam bo një gabim, pse jo, Zoti thot une, falinderit Baser, kur robët e mi, krijesat e mia vinë tek unë me pendim, unë ja hapi, edhe pse ata mendojnë se krejt dyrt ja kum byll, ve men yattaqillahi yaj'alahu makhrajan ve yarzuqhu min haythu la yahtasib. Thot dhe kur robi jam mendon që unë jam muslimane, jam martu për krishter, fëmijët janë rritë, o Zot, çka me bo, më foli kjo Zoja Iqbale, qa pas kom bo nga, jo, kujdes, mere me lehtësi. O Zot i thot, ve me jetë të kilaj, kur mendoj se t'jam byllë krejt dyrt, mirë po ti drejtohesh Zotit të mbrendshëm, mrenda teje, mos e dëgjo as Iqbalën, as Shefshetin, as Filanin, as Fistekin, njerë temeli besimi tënd është mrenda në shpirtin tënd. Sepse Zoti kur t'ka kriju, nuk ka kriju si krishtere apo si muslimane, po çka t'ka kriju si besimtare. Sepse kur fillon barkun e nonës, tek fëmija me lëviz, në atë moment duhet me qitë dorën la ilaha illallah Muhammedu Resulullah. Në atë moment thot, ja qes një shkëndi nga shpirti im, po jo si shpirti i Zotit, po si krijim i Zotit. Pa ja vendosën 12 javë në barkun e nonës qatë frymën, ajo është vetëm një rëckë gjaku, edhe duhet me abërtu. Një pjesë e mishit të gjakut të ngjizur, ajo duhet mu largun qose nuk i hin fryma Zotit. Prandaj, çdo fëmijë lind besimtar, e pastaj bëhet i krishter apo musliman, si mas nonës. Po sot kemi shumë musliman që vetëm, si mas traditës, verë bërazi, qka je ti musliman? Nisë sen zdin me ta thonë për islam. Prandaj, Zoti thot, kur mendon se t'janë mbyll krejt dyrt, po ti drejtohesh ati, o Zot, lutëm o Zot, a i thot kam e ti hapur 100 dyer tjera. Anxhelis ati nuk flet me Zotin, Zoti edhe i krishterve, edhe i muslimanve, edhe i evrejve, një Zot është. Prandaj, merrun pak me vetën, lirisht 044 509 200, është numri im zyrtar, por ja 3 muaj nuk do t'jem këtu, do të shkojmë Bruxelles, Belgjike, e tjera. Kështu që mas 3 muajve, nëse je ka Prishtina, urdhno, ulemi, bisedojmë, por nuk bën me thy dashnin ndaj burrit, qose e ke bën i gabim, je martu me ta, e tash mirë po fen tënde du të me rujt. Feja islame është e fundit, pik. Feja islame është fe e pranuar të Zotin, nuk ka fe mas islamit. Prandaj, studio, meri versetet, ja o ju besimtar, krejt versetet e Kuranit, shkruja aty në research, shkruja në ChatGPT, mi jep ajetet që fillojnë o besimtar. Kur kemi o besimtar, kur shkruhet në Kuran, ajo nuk i përket vetëm muslimanit, po i përket besimtarit, qoftë i krishter, qoftë musliman, qoftë ku ta diun. Pra, o ju besimtar. Edhe merre vetin edhe shikoje. Kujt kam unë e vendin këtë librin e shej? Keme pa uzimin, keme pas. Okej. Besoj se i kryta unë këto pyetjet që mi kanë qu. Muslimanët thotë gjithmonë në lufta, çka është problemi, gjithmonë hekin në luftë. Shiko zemër, nëse e marrim proporcionalisht me shiku,
Musliman sa kemi 1 miliard e 600 milion, nëse këshyrim kështu me numra, edhe krahasojmë në botën e krishtere, në Amerikë, në vendet perëndimore, vdesin gjithashtu shumë një numër i madh, ka shumë homlesa, anë të musliman që Kosovën, gjithë kjo Kosovë e vogël, ka fukara, për nuk ka homles. Pa shtëpi, pa strehim nuk ka, krejt kanë shtëpia. Ka vdesin prej alkoolit, vdesin prej drogës në perëndim, vdesin prej vrasjeve, vdesin prej lloj vdekje ka. Ndërka që muslimanët kanë luftra, po nuk bëjnë luftra me zveti, po të tjerët, ata uzurpatorët, ata kolonialistët që dojnë me pushtu një vend, si rasti Palestinës për Izraelin, apo lloj vende tjera, ata krijojnë luftrat e muslimanët, po muslimanët nuk e kanë derë që vdesin. A keni pa në Palestinë kur vdesin? Se kanë derë, thot, nona, thot, o Zot, ti këto e more, na jemi të Zotit edhe Zotit pikthemi, po o Zot të lutëm për që ta gjallit në animo. Sa ajo po thot e shpëtova një fëmijë që e qova në botën tjetër. Do më thënë, na luftrën nuk e shohim diçka të tmerrshme. Sepse muslimanët kur jeti në shtrëngim si Palestina 40 vjet, ja kanë marrë burrat, ja kanë marrë fëmijët, ja kanë hekë syt, ja kanë marrë veshkët, ja kanë marrë ato s'kanë humbur njerëzit. E tashti kur e keni jetë shumë të mundimshme, shumë të rishtueshme, e tjera, normal që ti duhet me luftu për atë vatani, sikur neve prej 81-s, momentin e parë kur kemi dalë në demonstrata për me u bë Kosova Republikë. Ka pas një familje e tërë për shkak se vllai jem ka qenë i lidhun me thoshin ata vepra terroriste, terrorist ti, na thoshin shqiptarë, këtë familja Berisha kanë hek ndash me vendet punës, ndash me gjitha. Prandaj lufta bëhet tek muslimanët sepse dojnë të tjerët me i përqa dhe me i sundu. Sepse muslimanët kanë pasuni, Zoti ja ka dhënë naftën, ja ka dhënë gasin, ja ka dhënë diamantin, ja ka dhënë Zoti, tash këta tjerët dojnë me sundu. E pati u Trumpi çfarë aeroplan Dukatit e mur, e tjera. Do më thëmë, pse e sundon? Jo, i ban luft. Palestinës i banën luft, pse dojnë me sundu? E valla neve s'na dhimbet jeta, ma mi vdesim si heron, ose mesim si trima, gjallë, ose mesim si trima, mesim si heroj. Ose vdesim, në lidhet nuk vdesim, po ndrojmë jetë, shkojmë si dëshmor. Ashtu kemi me vdek. Besoj se isha e qartë. Ata që vdesin atje në perëndim, vdesin si qentë në për rrugë, mbyten, përdhunohen, trafikohen, Hellovini tash edhe pakës. Në Amerikë, a din sa vjedhen fëmijët për pedofilizëm? Fëmijët vjedhen sepse kur t'i qesin maskat ma se kuptojnë ku e ka fëmijë nona. Ka nona që atë ditë i mshelin fëmijët e shtëpia, po janë shpik këto festat komercialiste. Për shkak biznes, kurs kemi pas Halloween, kurs kemi pas 14 shkurti, punë e madhe. Po, vetëm komercializmi, me t'i zbras të gjepët. Se kjo është modernizmi, ne kemi keq kuptu. Respekt edhe për juve, Zekia Asani. Ne kemi keq kuptu modernizmin. Ti për shembull një i ri 30 vjeçar që jeton në Zvicër, në Gjermani. Ai është modern. Po ai nuk vishet si vajzat e tona. Kur unë kom qenë fakultet, 2 diplomime i kom pas, Universitet Prishtinës, kur vishin ato vajzat me shtikla, me lymje, me parfema, sikur prej salonit të ndulimit. Kinse po shkojnë në fakultetin e modës, me bo filial. Hej, more Zoti ma falenderoj Fredi. Prandaj, e kemi keq kuptu modernizmin. Një i ri, që jeton në Amerikë, që jeton në Zvicër, në Gjermani, ai pa i pas 10.000 euro në akaunt, ai nuk blen
nuk blen gjona që ka nuk i duhen. Pa njerët siguron jetën e vetë, 10.000, 20.000, e mandej jeton. A të na s'kan rinja jonë, kur gjë s'kan anësh, jetojnë ma shumë se sa që hargjojnë. E hargjojnë ma shumë se sa që kanë. Merëni me men, ma shumë se sa që kanë. E she një vajzë, e ka një familje mesatare, po kënena ja she iPhone, ku ta di unë, që api thonë iPhone 16, 17, ja she laptopin ma të mirë se tondin, ja she luksin, ja she krejt të kushtojnë. Prandaj kemi keq kuptu modernizmin. Ka me studiu të këti me jo të bo orgji me gra. Orgji nuk e kuptoj, po më duket se e kuptoj. Orgji është kur një burr i ka 4 gra. Zotri shumë keq jo e keni kuptu, se nëse një burr martohet me gruan e dytë, nuk guxon me pas me bo orgji me një dhomë. Nuk guxon gruaja grujës mja pa trupin. E lene mo me hinë marrëdhënie intime. 4 gra orgji. Leni ju këto muhabetet se moti ju ka dalë zoni, jeni bo bajat mo. I turku nuk na ka kthy me zor, po dikush e ka marrë, dikush se ka marrë, ka meti krishter, dikush veç e ka marrë se ka pas interes. Apo po është musliman, po musliman lidhje s'ka pas me islam. Turki ka ba edhe mirë, po edhe ka ba, e ka keq përdor fen e ka përdor për interesat e veta. Po normal, qësh na, kur vjen sundimtari, kur na shpëtoj Amerikanët, na shpëtuni kemi prit me lula, në kufinin e Kuksit, kur kemi hina në Prizren, gëzimi madh, Amerikanët i kemi prit me lula, me përqafime. Se na ka shpëtu. Edhe atër ka qenë një lloj sundimi, po edhe besa na ka civilizu. Por edhe na ka baja do të këshia. Po edhe na ka ndihmu në lidhjen e Prizrenit. Por nuk do me thonë që Turku neve na ka pru këtë fen. Turku e ka pas fen për vete. Para Turkut thuhet që ka pas shenja të islamit. Nga tregtarët. Sepse feja gjithkund nga tregtarët e Sirisë kanë ardhur dhe kanë pru islamin. Para Turkut. Ama zbon tash na, pse jemi musliman, hajde tash, falinderit Fredi. Hajde tash na të na sulmojnë çdo kush ka dojnë me bë. Jo, bre se s'mundeni. Mimi gjeta, s'ki nevoj me mallku, sepse mallkimi nëse nuk e gjen vendin të unë, kthehet te ti. Ki kujdes. Po kur një musliman që falet bën dhunë të prindrit, çfarë të ndodh? Shiko, në surën Lukman Zoti thot, ju urdhëroj të adhuroni Allahun pra Zotin dhe të i respektoni, të kujdeseni për prindrit dhe kur ata vinë në kohën e pleqërisë, t'ia shtrini krahun e ndihmës. Obligim. Sikur se ata që ja kanë dhënë dorën kur keni qenë ju fëmijë. E ka pa fëmija një qenë dhe u kënë të hecë me babën. A i me njeru ka kap mas babës, nuk ka shku me sulmu qenin. Edhe prindri kur vjen kohën e pleqnis, e kap smuja, e kap vetmija, ata ngajnë mas fëmive. Zoti që shë kasi. Shqaj që e falë namazin, hiq më sta falë. Hiq më sta falë. Unë e garantoj. Zoti thot, nëse Zoti nuk është i kënaqur, nëse prindri nuk është i kënaqur me fëmijën e vet, atëherë thot edhe Zoti s'ka më qenë i kënaqur me punët e tija. Se me ngrejt dorë, me bë dhunë, qoftë me fjalë, se edhe dhunë fizike dhe psiqike ka, edhe dhunë fizike ti e ki obligim edhe me shtetin e Kosovës. Pra e ka obligim fëmija me rujt nënën babën, nuk mundet me qu në strehimore të pleqve qëse e ka djalin vajzën. Ralla janë ato raste kur mundet me qu djalin në shtëpinë e pleqve. Prandaj edhe me ligje ka obligim fëmija me u kujdes për babën, po normal pleshtë çka do me bë, thot Zoti nuk ja sheh për të madhe për shkak thinjave që i kanë në kokë.
Që do me thonë ata kanë përjetu, shumë kanë përjetu. Po normal e falim sabajin, drekën, i qindin, akshamin, jacin. Që pëta me, një grua me shamin nuk falë namaz, edhe pse ka gra plot pa shamia. Pse shamia nuk të banë insan. Faleminderit Iker. Nuk të banë insan, badjava që e ki shamin, badjava që e falë namazin që thaj, po banë dhunë ndaj prindërve. Me këtë shami, sunemati unë besimin. Me kërkant. Ndoshta Fredi e ka besimin më të madh se unë. Ani që nuk është, nëse është femër, nuk e ka shamin ose diçka. Punë e madhe. Allahin e kemi mrenda, kadal, ta gjojmë mrenda Allahun, ta gjojmë mrenda. Kur ta gjojmë na Zotin me nane, fe nefsehu, fe kadare, fe rabbehu. Kush e njeh Zotin e vet, Fred Mobilje. Ta bëj Fredit, mas im qoj dhurata, t'ja bëj një follow, ta bëj shok Fredin. Pas ka një kompanit mobiljeve sa pesho, bojani edhe ju Fred, se ndoshta ju duhet ndo njerë, që në ka njeri mirë, po i pëlqen bisedat e mira. Kështu që, kur mos u dëshproni, edhe nëse keni sprova njetë, kemi dy lloj sprova. Një sprovë që ju vjen nga Zoti. Faleminderit o Zot, të lutëm, ndihmo ta te i kaloj këtë sprovë. Kur më ka vdek djali, ku më thonë o Zot, ti më ke zgjedh mu për qëtë sprovë. Prandaj ndihmo ta te i kaloj. Sa është shumë vështirë me vdek e vlati. Por kemi edhe sprova tjera që janë sprova prej punëve tona. Kemi marrë alkoholin, tak, aty shenja komunikacionit është 100 nërë, ti vërrja ke fut 200 nërë, 150, ke hup kontrolin, edhe ke met në karocë. Këto Zoti ty nuk të ka sprovu. Se Zoti ta ka kallëzu udhëzimin. Plus, policëve të komunikacionit i ka thonë që kjo rrugë është e parapa me 100 nërë. Edhe ata i ka udhëzu Zoti, që me bon 100 nërë, ajo 150, mëndi me bon deshi edhe me met në karocë, ose me vdek krejt. Të lutëm. Kështu pra të dashurmit, kërkoj falje nëse dikush është ofendu. Ata që më kanë ofendu, unë po ja fali, sepse s'po kam dëshirë mi ndodh keq diçka atymve. Po ata let lutën pak Zotit. Let lutën pak Zotit që inshallah Zoti ja fal atymve. Kërkoj falje s'po du me marrë kërkon dhe me hypën dritare, sepse veç e kam hapër biseda. Edhe kur ja fillon, ndoshta për një javë. Dhe kështu pra të nderuar miq, faleminderit që më ndiqni, Zoti ju rujt, Zoti ju dhash të mirat, ju largoft nga të këqijat. Zer, as ftyrë s'ki, as emër s'ki. Prandaj, talk to my hand. I thojnë Amerikanta, aki. I kështu pra, në Ikbale OFF Icial, bëma një follow, aty keni mi pa videot që kom e shku në Bruxelles. Edhe në Belgjik. Në BB. Ju dua shumë. Hajde natën e mirë. Hajde e bukra natën e mirë. Na erdhi tani e bukra. Ana, falinderit Luan, mos u harxho, i zemër, se i burri jam, e tjera. Hajde natën e mirë, miru pafshin, bëni follow këtu, bëni follow atje, ju dua shumë, keni me pa në konferencë, ndoshta nuk kom e hy. Hajde natën e mirë. Selam aleikum.